Kodra e Arafatit. Tregim për Arafatin. Në malin kodrën e Arafatit qëndronte një djalosh me emrin Amir. Ishte hera e tij e parë në haxh dhe kishte dëgjuar se dita e Arafatit ishte më e rëndësishmja. Ai u ul në një qoshe dhe filloi të qante. Një plak e pa dhe i tha: "Përse qan birë?" Amiri u përgjigj: "Sepse me duket sikur s'jam i denjë për mëshirën e Allahut." Plaku i tha: "A nuk e di se në këtë vend miliona zemra ndihen ashtu? A nuk e di se këtu Zoti i fal të gjithë ata që pendohen me sinqeritet?" Fjalët e tij e ngushëlluan Amirin. Ai ngriti duart dhe i kërkoi Allahut falje për gjithçka. Ndjeu sikur zemra ju pastrua. Në perëndim të diellit u ndje njëri tjetër. Arafati i dha shpresë dhe një fillim të ri. Ai u kthye në vendin e tij si një njeri me zemër të ndriçuar dhe për ulje të thellë ndaj Zotit fuqiplot. Nuk ka haxh pa qëndrim në Arafat. Andaj duhet t'ja dim vlerën këtij vendi, këtij mali, ku besimtarët mbledhen dhe të bohen, duke bërë lutje, dua, adhurime, dhikr, përmendje të Zotit, në këtë mal të Arafatit, në këtë toka të bekuara nga Allahu fuqiplot. Aty njerëzit gjejnë qetësi shpirtërore dhe plotësojnë konditat, kushtet e haxhit, sepse haxhi duhet të kryhet plotësisht dhe të përmbushet të gjitha rregulloreve të cilat janë të skalitura dhe të mësuara nga i dashtuni ynë Muhammed alayhi salatu wassalam.